Kaloni do të thej. Se? Ujrat kanë rrëmbyer urën. Ashtu? E ku rregullohet? Aty nga darka, besoj. Trafike. Edhe ti po shkon? Shumë faleminderit, Zokush. Rajt miro pash. Te tjetër. Tu një tjetër. Oj, zoti shpis. Oj, zoti shpis. Urdhoni. Tu një tjetër, Xhaxha. Tu një tjetër. A kene i lundë se të ka përzej ma dharë? Kaq me gjele e paske. Kam koqi si kam partë vit. Koli! Haj se të përcjellun. Të fusi në dhe këto të mallkuar. I shikon? Këto ujra i kam tretur. Këneta është varri hapur për ne.
Kush është? Jam unë. Baba. Kush jeni ju? Qirargji. A është pjemi e larës kjo? Ishte, shok, ishte. Nuk ju kuptoj. Ka ikur që këtej. Ku ka shkuar, more? Nuk e di. Tam despacute. Gjik. Më të rritë qëk. Nuk po mje. Stavri? Stavri! Gjallë qëke! Gjallë gjik! Po si kështë? Histori e gjatë. Gaspir nuk e qenë akoma? Isha po ti pënon një tjetër. Ti kemi qëvar një parqes. Dërsa ty të kemi shpënë palatin e ti. Shkojmë, Gaspia. Shkojmë në shtëpi se edhe prindrit e din të vrarë, mori uar. Stavri. Runa, mos varira. Mos bardhëmbë. Po shkoj, mbyll dritare. Ja, sa ti të gëshetat. Sa herë duhet të thënë bësh një punë. Hajde! Tunja, tjeta për i këtëri. Misar dhe gjik. Na. I të birë është për i këtëri, i të birë. Që pështrona të? Nanë e dashur. Raimondo! Mamma! Stavri! Filoretta! Po ti me qëmë kënë? Hajde, shkonim të. Po ti e për këtë vajzë me shëjtane! Të bjen erbarutër, birë. Kur she di që kur si e larë. Kur se ty të pëlqen të ujet që kur ishe i vogël. Shtriheshe në govat dhe derdhje ujet me këmbe doqka. Laheshe si rosat dhe më bë një qullë. Ishe i mbar plot shëndet dhe i qeshur. Por pastaj u rrite dhe renë mendime. Grua! Leri lotët ashtë i te. Hajde, greu shtrojit të resë. Peshqirinën. Të vitet fërkoj kurizin? Po shtua kështu vejnën. Po si. U të rëprove nga unë ti. Unë të kam bërë kokën. Që bën kështu more burë? Po fillon të ardhur djali? A provoj, moj grua? E po s'ka lezet? Gëzuar birë, dhe me një nuse. Edhe te kam gjetur, baba. Mirë mbrëma, Alex. Mirë mbrëma. Natë e mirë, Alex. Natën e mirë. Mbar ke pritur? Ç'të mirë në zorët në dritë. Vendosëm të shkojmë në fshat që të nxjerrim vullnetar për farjen e Knetit. Mos do të shkosh edhe ti? Nuk mund të ndam nga shoqja. Dëgjoj Turin. Qysh nesër, te që dorë nga mbledhjet, prashi edhe nga puna.
Për këtë kemi folur edhe herë të tjera, Alex. Por vetëm kemi folur. Kurse tashti, të urdhëroj. Dëgjove? Të urdhëroj. Sinqerisht nuk e kuptoj këmbguljen tënde. Unë jam në gjendje që edhe pa punë të mbaj në mes të mirave. Mos vallita ka kuptim vetëm që të vishësh bukur. Të kesh të hash e të shkosh në mbrëmje vallëzimit. Po çfarë të duhet ty më tepër? Alex, atë kujtohet që më thosh një. Harroj ato rinë. Ti tashti je grua. Të gjitha u dashkat i harroj. Muri ku qenat po qojnë, nga duar qeni. Lufta jone drejt po shkon, para partizan, bum! Lufta jone drejt po shkon, para partizan. Skarmi që nga ndaloj, drive do tiran. Skarmi që nga ndaloj, drive do tiran. Jemi trima partizanë, vdesim për liri, bum! Unë po shkoj të fle. Po shkoj të fle. Nuk do të hash? Kam ngan. Më morë në qafë, baba, që më lidhe me njëri të tillë. Po ti me qëpë këne, pëse shkuar në shkollë? Të prisni aty, e kemi rrugën bashkë. Ashtu? Po nga i diti se ku shkoj unë? E di. Oj, falë zeshka. Stavri, E, maj. mos shko. Rina, ajo nuk ka faj, Stavri, të dinte të vrasë. Me cilin? Me Alex Mushin. Stavri! Lorita! Shko se po të presin shoqet. Lorita, hajde të na u punon për shkollë. Kam fërit, Stavri. Të shtë vdekja shëpit kudo. Ne do të mundim vdekjen ri. Dhe pastaj, pranë vera do të rkasën për tyre të shtëpive tonë.
Po shiko një ëndra, Xhaxhi? Aha, Ke ngrënë shumë. Edhe unë shoh ëndra kur hashu dhe flen në krahun e majt. ashtu? Partizan, kaput, kaput! Partizanist, kaput! Fashist, kaput! Fashist! Ne të vram! Pse nuk des? Pse? Partizanët nuk desin, nuk desin. Xhaxhi, a desin partizanët? Jo. Partizanët nuk vdesin. Nuk vdesin. Lejshur. Prisni, vetëm. Si e më birë? Si shkon? Si gjete nga shtëpia? Mirë, faleminderit. Shqyqyrë që këtheve shëndosh. Faleminderit. Po zotrote, qalke. Sot më shtini një taksë të rej. Duhet të paguaj 1,5 milioni franga ari. Jo, mëre. Mos je nga prokollarë ti? Si urdhëron. Pak të pas kanë vënë. Shoku Stavri, ju pret sekretari. Ju punoni me atër. Kam ardhur para ti. Të thash, sekretari nuk të pret. Ku të vete? Në lumë të mbyten. Ajde, leru afet. Nxirri Florin të nga qypi, nxirri. Jemi në zjarin e punës, Stavri. Duhet i bëjmë të gjitha dhe të gjitha nga e para. Tash na dolli dhe një punë tjetër e madhe. Duhet të tajmë kënetë. Ne do ta thajmë që si vjetë. Kënetën kise thanë do të tuajt prinqër e kshekulli? Ata. 4.500 hektarë përmbyten çdo vit nga prejnë. 6.000 ca të tjerë janë kënetë. Mere me mend. Përfitojmë 11.000 hektarë dhe shpëtojmë popullin nga malarja. Gjë e madhe për nder. Më thuaj, ku ke dëshirë të punosh tash? Po ku doj partia Shokullgjik? Në mbledhjen e fundit, Qarkori mendoi të dërgojë sekretar të komitetit partisë në Kantier. Ti ke qenë komisar. Ke drejtuar njerëzit në luftë. Ke një farë eksperiencë. Ne kemi besim se do ta kryesh mirë këtë detyrë. Si thua? Po punë e vështirë më duket. Nuk dhja do mund ta kryej dot. Kështu nga elektriciteti, do më thënë nga shtyllat elektrikut, kuptoj pak kurse nga bonifikimi, aha, hisfare, fishek. Në fillim do ta kesh vështirë, po, do të mësohesh. Si u mësua me luftën, e? Me luftën mësua, po, ndryshe që punë e luftës, luftën. Shokullgjik, trikotazhi është shtetëzuar. Këtu janë dokumentat dhe letra e punëtorëve që falenderojnë partinë. Të lumë të shoqë. Dokumentat janë në rregull. Tash ti mund të të them me plot gojë, drejtoresh. Dalë shfaqe bardhë dhe sukses. Faleminderit, Shokullgjik. Vendose? Që tani po më lëshon kokat tim. Nuk ka komunist sot që të mos ta ketë pisk. Unë do punoj me gjithë shpirt, përveç duaj gjithë një ndihmën tuaj. Na i sa të mundemi do ndihmojmë. Kur fillojmë punimet? Në fakt atje punohet. Nga java do të vinë inxhinierët. Shokullgjik ora kaloi, do t'i prisni njerëzit? Sa veta janë? 11. Do t'i pres. Kur je gati për të nisur? Po që është nesër. Atëre, po shkojmë bashkë dhe atje flasim Elsi. Hajde ditë në mirë. Ditë në mirë.
tjetër rinë. Më falë, Stavri. Si nuk më shkrojti një herë? Një letër të kam dërguar nga spitali. Kur? Unë nuk kam marrë gjë. Ndoshta. Ishte ko lufta atëre. Jo ndoshta, por nuk kam marrë. Më thuaj, a je lumtur? Mos na shohin, Stavri. Nesër filloj nga puna, kështu që nuk do të kemi rast për të takuar. Por veç nuk mund të ri pa të thënë se do ta kem shumë të vështirë të harroj rinë. Mos, Stavri. Por do t'i ve zemrës një gur. Dhe do të gëzojmë shumë po t'ishe lumtur me Aleksin. Po, jam e lumtur. Lam të mirë, Stavri. Lufta s'ka mbaruar. Ne nuk do ta lëm Shqipërinë që të vuajë në thundrën e kuqe. Do zoti e bëhet ashtu si thoni ju. Ora ka mundësi të mos më ngarkoni një detyrë të tillë. Kërkon të heqësh dorë nga idealet e tua të mëparshme? Nuk më kuptua, zoti Fullës. Atë ideal nuk më shkruan njeri dot nga shpirti. Punova për të sa munda. Tash dua të pushoj një herë. Dua qetësi. Kam nervot topta. Ti je dehur. Whisky është i fortë. Mundet. Whisky amerikan është i fortë dhe i ëmbël. I ëmbël dhe i fortë. Pije. Sifoni të freskon. Ke harruar se kush i abdi. Mendon se mund të mësohesh me gjendjen e re? Me forcat e errta, me llumin e shoqërisë, me ignorancën që ka dalë në sipërfaqe të jetës shqiptare. Ah, si dashur. E kishe harruar fare po thuaj këtë emër. E shikon, miku im, e kaluara nuk harrohet. Po unë të kuptoj, Abdi, të kuptoj se të njoh. Kjo që ndodhi sot me ty është një gjendje përkohshme që do të kaloj shumë shpejt, ashtu si viski që pive. Kështu pra, Këneta nuk duhet të thahet. Sabotoni në radhë të parë punën vullnetare. Mjete teknike, shtini frymën e panikut dhe të mos besimit ndërpunëtorët. Zvarriseni punimet deri në dimër. Pastaj shiret dhe vërshimet do ta bëjnë vetë pjesën tjetër të punës. Vështirësimi i gjendjes ekonomike do të shkaktoj pak kënaqësi në popull dhe do të na japi neve mundësi që ta shtojmë presionin ton mbi qeverinë. Si do të merrem vesh me ju? Me anën e raporte. Me cilën të dërgoj, se unë vetë nuk vi dot në mision. Mi dërgon me Syra Kamingën. E një? E një. Shumë mirë shtoj Abdi. Kështu pra, Këneta? Nuk do të pahet. Të roj punë të mbarë dhe pres lajme të mira për te. Po me sekretarën e partisë në Knetu, njokte? Akoma. Duhet të ruheni dhe të përpiqeni që ti fitoni zemrën Stavri Larës. Mirë ja thash emrin? Si urdhër. Dhe tani këshilla ime e fundit. Ti e din se komunistët kanë një kokë në vetë. Ata po të zunë me presh në dorë, ta bëjnë të zezë. Prandaj, konspiracion, miku im. Konspiracion. Good night. Good night. Një pemë mbjellur me kujdes do të japi një ditë frutat e saj. Qofshi bekuar. Tani më bekoni dhe mua? Ah, zërak. Juve ju ka bekuar vetë Zoti me bukurinë që ju ka falur.
kënet e madhe. Kam frikë se tharje saj mos ta edhe financën në Republikës tonë. Do fjali ka thënë 20 vjet përpara inxhinieri italian që ka bërë projektin. Dhe me të vërtet shoqëria e tërshme aksioniste e thau financën e popullit. Pas keni dini për këto. Si dhe për ta duen makineri. Dhe një kohë shumë më e gjatë nga ajo që është parashikuar. Edhe këtë e ka thënë italiani. Ne inxhinierët kemi një gjuhë të përbashkët. Ai ishte i huaj dhe borgjes, kurse tash është pushteti ynë, pushteti i popullit. Ne do ta thajmë kënetë me këto mundësi që kemi. Me krah. Ju keni qenë elektricist në mos gabohem. Pastaj partizan. Po bonifikimi shoku sekretar është një punë që të lot te pereku i kokës. E ku kanë ngjarë që të thahet një kënet me krah? Në Shqipëri le të ngjas. Kishim ja 15 ekskavator. Jo, mirë do qesh o ku drejtor, po ku t'i gjej mashinërit? Te u shkatruam krejt nga lufta. Apo të shtrim dorën të huajve dhe t'u lëm peg lirin. Si thoni shokumbori? Kjo është e drejtë. Duhet t'i ganisim edhe amintor. Të shohim. Të shohim. Si thua, do ta thajmë kënetën. Qua do ta thajmë do? Ne i ndojmë rajnë këllmajke, jetë më thajmë kënetë, re. Shikoni si punojnë si eskavator. Doni 10.000. Për vullnetarët e këni djallë? Po, për vullnetarët. Hajde. Hop! Hajde hier. Hop! Hajde. Hop! Përse jemi dhe unë bishinët për djallë? E ku ta erë? Kanë faj. Shina duhet i shivendosi më lartë. Ky është sektori juaj, abdi. U kam thënë, shoku Stavëri, 500 copës bëhem do. Si do qoftë duhet qëndroni me pranë tyre. Për herë të parë ndërtojnë. E kapa vera, prite! Më shpëtoj! Por do t'a kape, do t'ja përtret kokën borgjezit fëlligjur. Unë fondaloj këtu. E o të lip shtot eskavatori. E ku mësojmë do të ne fshatarë, të jemi kokë trash. O, unë fshatar kam qenë. E, gjithë bota më parë fshatarë kanë qenë, por se janë të gjithë të zgjuar si ty. Mirë, po ti do të mësosh apo jo? E cili është ajo që s'do të sy shoku Stavri? Fjalë me vend, mësoje. Pastaj mere verën për para dhe mbathja nga 4 anë të Shqipërisë. Veç po se mundon shumë t'i gjove. Po ti e son, që e fryrë kështu? Lere se na krynë mushkonjat, lem jashtë. A i Vasili akoma s'ne mbaroj barangas. Po shkoj e po flas vetë me dhe. Tu je tjeta? Tu je tjeta? Si po e duket shtëpia? Një farsoj. Se mos do banoni të rjetën, vjesh do të largohi. Vasili është këtu? Ta shti sa dolli. Po ju kush jeni, lutem? Stavri Lara. Ju qenë keni? E kam kujtuar se sekretar partije do t'jetë ndonjë burr i shkuar në moshë. Po urdhroni prandaj lutem. Ju faleminderit, kam punë njerë tjetër. Po ju ku banoni? Në Zyrë. S'keni zënë apartament? Po të rregullohen familjar njerë pa. Do me thëmë qenë keni beqar. Po, beqar. Ditën e mirë. Ditë e mirë dhe mirë se t'na vini. Dy hapa nga e majta, një nga e djatha. 1, 2, 1, 1, 2, 1.
pate? Asgjë. Shok, nuk i një mirë hapat. Unë? 2 hapa majtas, 1 djathtas. 1, 2, 1, 1, 2, Në rregull. Hajde, dynja, hajde. E po qesh student që këtil të bjen nga dy faqe më faqe dhe bark më bark, me? E shikon o Lërnevica, po jo? E sho. Po ja, që thua ti kësa je? Shtifem, duke të sheshin. U prish dynjaja. Turp! Ta kisha ndor valla je, kisha ndaluar. Po loni më të turruar, more, loni më atë devalice, Do ta lozim gjasho, do ta lozim. Nëndite. Ta mare mira, ma faj të ndesë, shok. Një tjita. Qenë ka dhej ma që këjnë këtu. Dalipi. Dalipe! O, Dalip! Alte ka sem se nuk qenë kazor. Kur bje muzika tango me rështruar, si ko marri garkuar. Kur bje foks duhet kërse si kali Erevan. Ja shiko! Se pas ka marko ka herë, more, birë, more, ha? Lërnevici, moj, që bera, moj, resmen? Na se ta kam unë. Po hajde, hajde që kojmë tani. Sa i ditë madhe të bënë mbledhje o kasëm. Këndzuar gjene sulmus. Po këtë prift përse ta kanë dhuruat? Po nuk është prift kë. Oj, nuk është prift, po si, po nuk e shikon sa mjekër të gjatë që ka, ta mam papadionisi. Asan o birë, pa edin që kajde. Prift i shkjo, ha? Jo, bre, gjaka se... Oj, jo, priftore, papadionisi, po unë jam kunguar disa herë të ka i. E po mundet o gjaka se mundet. Unë nuk e një papadionisi. Po plesha, ka po bejnë me mua këta? O, Shokustavri! Eo, kësëm. Shokustavri, faleminderit që më lavdërove për punë, po këtë prift shmadhe. Cilin prift? Ja, këtaja. Po është Marksi o i humbur, nuk e një... Të kështë është të pjetë njëri ty. Po mirë, për mire ka Dalipi, Marksi. E, të hedhur që ma hodhe Lërnevici, jo. Ore, Shokustavri, më do pare veri në i firmë se do gjej belan me gruan ati në shatë këtë vete. Do më thotë prifti ti thua baba Maksit kjo i zi? Veri, firma e zanë. Ja, gjëka, se më kam firmosur. Nuk di të këndosh dhe jo? Jo, nuk di. Po duhet futesh në kurs që të mësosh, bile kjo shnese se na vjen dhe mësusi. Ja. Po si? Edhe kjo të duhe, jo kasëm. O, Shokustavri, ha? Po gratë, do vinë atje në shkollë të mësojnë? Edhe gratë, gjëka, se, edhe gratë. Si për shemull Lërnevica. Rota. Po si pidot? Je trashur më i zezë dhe të rëndojnë mishrat. Hajde se ja tres këneta. Shoqe, kemi para një vend bosh. A e nëzëse? Do shtërngomi capo, dënze. Edhe ju po vini vullnetar, zoti Lazar. Nuk donin të më linin se jam plak, por unë ngula këmbë. Do të lodheni, atje ka shumë analfabet. Analfabetizmi na ka zënë sy të morbir. A ish një kënetë më vete që duhet i zhdukur. Lëshon. Më falë, Gjallazar. Po shkon? Mos më shtrëngo krahun, se më dhëmë. Mua më shiko. Me mua po fletë. Kushta dha lejnë?
Ata që shkojnë vullnetar nuk marrin leje. Kaneta thajt edhe pa ty. Si kur të mendonin të gjithë kështu nuk do të thaj kur. I ke menduar mirë të gjitha? Çfarë njeriu je ti, Alex? Rina! Pas ka zënë gjumi, Lonevice. Ç'është kështu me ju, more? Gjithmonë punoj. E po punojmë shumë larg. Në vend na qash hallin, ti na pret me këmbë të para. Më të lumtë më Lonevice, prap pasule na pas ke bërë. Tu thaftë. Ku e vëdorën, ore? Hajde, në ma pjatë. Shejtan. Na, dalte dhe. Si ngryse zotrote. Mirë ka thëmë, si ngryse ti? Mirë. Që ke këtë? Mbushe. Tërë këtë kusi? Mbushe, po të thonë mbushe. Mos u ngopsh, mos. Hajde, mjaft. Edhe një. Po mjaft, orde mjaft. Aro. Tjetri. Ju bëftë mirë. Mirë, gasën. O vdiqim, ore, vdiqim. Në bjekë në fisë, jo. Nuk talem jo. Bëjmë kotë në sokotit 2 saat rrugë. Do barem që themi të në ndërtojnë në një barango, të në e piçadra. Mirë mbrëmë. Mbrëmë që këmë zosë. Mbrëmë. Pa më thoni, kush nga ju s'di shkrim e këndil? Unë. Si të quajnë? Vera Grabuska. Tjetër? O, jo ma qokë, ri. Do më thënë duhet të të registrojnë me ty? O, zoti mësus. Po të mësojnë të gjithë, atëre të tjerë qdo të bëjnë. Se keni emri? Kasëm Zisa. Shërën Hysa. Shkem. Provo dhe njerë. Shkem. Hajtë me mua. Shkem, shoku drejtor, shkem. Edhe një piket tjetër këtu. Kemi 3 ditë që po ngullim hunjë. Çka këtu shoku drejtor, no i madem? U lodhët, ha? E po. Shkoni pushoni të shti. Edhe nesër mos dinin punë. Hajde ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë.
le të kullojem. Përsëri ma ojtë eskavatori. Kështu unë s'do ta përfundoj të kurur. Inxhinier, duhet t'i ganisim edhe jamin tonë. Alo. Si urdhëroni? Stavri. Po filloj me njërë nga ndërtimi ujësjellësi. I gjeti tubat. Pret ajo punë. Shtrati I ri është I tërë I shkëm, si që parashikova. Ta shi mund të themi fullësit, se kneta nuk do thatë. Po kjo kërkon ndryshimin e projektit. Vasil. Kanali është parashikuar që të hapet në këtë mënyrë. Ne do të qajmë drejt për drejt. Pra shkurtojmë mbi 3 kilometra. Por do dhe shkëm. Ku ta dinim ne? E kupton? Për ta qarë atë do duheshim 10 ton dinamit që këta nuk I gjenë si kur t'hidhen për pjetë. Ndërkohë fillojnë shirat, vërshojnë lumejt, edhe I gjithë shka, po si kur mos ta provojnë. Kjo është një interes të punës. Kursehet koha dhe leku I popullit. Pra merri ta dhe futi që të thyn kokën pas shkëmbit. Edhe sot me kaq pak ujë do na lini. U shqyqyrë se edhe kaq nuk do të kishim. Qerrën ja mora një fshatarit. Gjithë qerrët tona ishin të prishura. U zula edhe me inxhinier Vasilin. Me kujdes, me kujdes. Qajmë 2 orë rrugë në ditë. Qajmë shkembin me thonjë, por na lenë edhe pa ujë. Kjo zdurohet Kasem. Mi mbrëma, shoku Stavri. Oh, mirë mbrëma. Nga që të për peshk? S'me heci. Shtë bësh s'kam fa. Apo loveni? Nga pak. Punë, e s'qesh kështu me ju. Ne jemi brezi që kemi lindur për të vojtur. Por me gjitha të jemi të lumdur. Nuk e kuptoj. Plagosur, I dërmuar, dhe tani na të ditë roptohesh në punë. Me çfarë lumturie është kjo? Puna për popullin, për socializmin është lumturia më e madhe. Kjo është e vërteta jetës. Jeta do shijuar, Stavri. A keni shkrepse?
Ajo ikën si ke shkrepse. E si në ndizë dhe fiket me njëherë. Kurse për mua ajo nuk ka fund. Mos valli nuk do të vdisni? Po do vinë brezat tjerë, kështu që jeta do vazhdoj. Se kur të ronim vetëm ne. Ju mendoni vetëm për vete, Zyrak. E si të mos mendoj. Ashtë të mërshme kur parafytëroj, se mbas disa vjetëve të njerëzi nuk do të më shojnë me këta sy që më shikojnë sot. Shoku Stavri! Shoku Stavri! Çfarë ka ndodhur? Po zihet shara me punëtorët. Ku? Te kanali. Falni. Se kemi rrugën bashkë? Jo, e kam drejtim të kundërt. Ne jemi mësuar me vështirësit, po këtu nuk është fjala për sakrifica. Ju I keni lënë punëtor të zhuriten për një pikë ujë. Prandaj unë si brigadier në emër tyre kërkoj të na sillni sa më parë. Nuk ka tu bashok. Sa herë do thom. I gjesh, prandaj të kemi vënë në krye. O po do t'i gjej se të bën. Në ty se bëhet vonë se si roptojnë të tjerët. Usani! Nuk unë edhe të flisë kështu. Unë jam drejtori. Ti mos qofshish ka I deri të re. Ti flesh shtu më në maskara. Lere ka zmën për toke qëllun nga tiri. Morra tak. Kuj ti flet ashtu ti borgjezi plishëm. Bajgoj! Dëgjoj, inxhinier. Ti akoma si që moti mban qëndrim prej zotnie me punëtorët. Por dije se sot jemi zotër ne. Ignorant. Alip! Çfarë ka ndodhur? Shokët bëjnë çdo ditë nga 10 kilometra rrugë në këmbë. Që nga Kandierja deri tek Shkëmbi. Ne kërkojmë të na viu I pishëm në rregull dhe të flejmë atje ku punojmë. Kërkuan ato që unë si kam. Ju keni drejt, shok. Uji do t'ju osjellim. Edhe çadra, shoku Stavri. Edhe çadra kasem, edhe çadra. Ashtu, rroh, shok, rroh. Shkoni, shok, shkoni. Shkoni. Hajde, muqo, hajde. Ata më ofenduan. Të dëgjova. Sa para bën kultura jote kur s'nderon njeriu në punës. Kam bërë një llogari. Gati 2000 vete lën punë nga një orë në ditë për çeshin e ujit. 2000 orë punë na shkojnë kot. A nuk të shqetëson një gjendje e tillë? Sigurisht më shqetëson, po ç'të bëj? Pse se keni ndërtuar ujësjellsin? Tuba kërkua, tuba ju sollëm. Ato nuk mjaftonin, shoku Stavra. Pra ndërtoni si e ndërtojmë fshatarët tanë. Me tuba, me kanal, me korrita. Dëgjoj, inxhinier. Në fund të javës unë dua ujit. Po më çmend kjo knet e mallkuar. Duhet ta përmbash veten Abdi dashur. Zoti Fullës kishte të drejtë. Je grua e mrekullueshme. I parruar. Gjithë balt. Tamam si këta. Kurse ne duhet të tregojmë se dhe në kondita të njëjta, qëndroj më lartë se ta. Ke të drejtë. Oje Vasili. Ku ishe, zotim? Leva gazetën. Lexojeni. 37 vetë kanë dalë për para gjyqit. Kam frikë se të njëjtin fat do ta psojmë edhe ne do I ditë. Vasil! Po. Kështu do të shkruajnë edhe për ne. Për para gjyqit dalin armiqtë e popullit. Frika cak. Kështu do të punosh gjithë jetën, si hamall? Kujton se do t'i kthejnë pasuritë që t'i ka rrëmbyer pa luftuar vetë? Po këta janë të poshtër, të çojnë në plumb. Kjo do t'u haj kokën. Hajt, pije një gotë që ta mbledhësh veten. Po me barakën ç'bëre? Sonte. Të lumt. Demokratike. Grazie.
Fantastike. Mirë. Mirë vera. Person të mbaruam. Dalit, vera jote ka bërë vetëm një kapi. E kur të zgjedhë bishkoj deri, tore. Edhe ti ke bërë përpari me kasëm. Sonte të jeta vetëm 16 gabime. Ti që komë mirë vetën tënde, që më të dumë rrosu për tokë. Më shkur baro sa unë e mora tresh. Hemoj, që ma mban kokën si ka unë brazë. Edhe 2 ditë më mbeten Dalit. Nuk të le dikësh. Do të bëjmë një skavatoristë dhe do të punojmë në 4 anë të Shqipërisë. Po nuk I ka do më vrasë babaj. Nuk të vërejtë se të ka qupë. Fundi, ti e gruaja ime. Nuk jam akoma, Dalit. Nuk je, por do të bëhesh. Vera, ma thua edhe një herë. Më do? Aha. Po që është kjo aha? Pse kështu flasim vullnetarëve? Të dua. Tani nëzore mjaltin nga goja. Po ti. Ti lejmë këto tani. Ai të puthemi. Pse? Kështu bëjmë vullnetarët? Zyrak? Unë jam. Pse rini jashtë ka Ivon? Për solla burrin e qytet dhe pata frikë të kthehesha vetëm në shtëpi. Frik? Nga kush? Nga errësira. Nga errësira? I lutem, përcill më ne. Mirë po e përcjell. Keni shkrepse? Na është djegur lampa. Urdhroni brenda. Jo, faleminderit, është vonë, një herë tjetër. Ju lutem. Mos më prishni qefin. Urdhroni. Ulluni. Doni të bëj një kafe, apo dëshironi tani diçka? Mos u shqetësoni, lutem, kam ngrënë darkë, edhe kafe nuk dua se ble pa gjumë. Atëre do të pim. Mirë që u gjeta. Për ndryshe do të pëlqisja nga mërzitja dhe frika. Gëzuar. Gëzuar. Ju kam zili. Iri. Simpatik. Dhe mbi të gjitha beqar. Dhe mos u martoni. Me doni që t'ju pëlqejnë gratë. Apo ndoshta dashuroni ndonjë? Natën e mirë. Stavri! Stavri! Pëllumbi! Mosik! Që për kështu Zyrak? Mos kam faj që të dua. Stavri!
Infermier! Ciao! Osso! Ich will lieber dran! Su Gustavo, sputoli da lipi! Ku! Ja, ne batalist! Dalip! Je po flinje, shokët e mi. Mbase shikoni ëndrat të shqetësuar, mbase shikoni ëndrat të bukur. Por mua nuk më hiqet nga mendja ngjarja e hidhur që na tronditi të gjithëve. Ku ta gjej fillin e të lëmshëm të rruar? Ku ta gjej atë djallë gurzi që vjen vërdall në përkënet, që hedhë gurin dhe fshet dorën? Ku ta gjej? Unë kam bërqmos. Ti ke tundur derën. Je i co pyke, as më tepër. Të lutem mbaj gojën. Unë kam dignitetin tim. Çfarë digniteti, mar hajfan? Ku i ke barakat? Ku i ke ujt? Po kjo nuk durohet, që Gustavri! Leri më fjallën. Fa ish bërë kyrk, dhe se ka veshur njëri. Dëshimet tuaja janë në vend. Prandaj, bëjshgoni nga hapët dhe më me kujdes veprimet e njerëzve nga klasat e përmbysura. Në biseda ta rëshqasin si njala, kurse mbrapa kravet, ta bëjnë të zezë. Pikërisht aty e kemi armikun, se si ka mundësi që 10.000 vullnetarë punojnë natë ditë me mishe me shpirt dhe me gjithë atë punën mos a shkojë aq mbarë. Veç mos harroni ama edhe të metat të punën tuaj. Unë ndjej thellë përgjegjësinë time gjik. Nga ndonjëherë dëshpërojmë aq shumë sa mos më plak para kohë, Stavri. Po. Ja, dhe kështu s'ka të pushuar në angër shpirtin. Ha, mos edhe vjelli do dal. Do dal, gjanëm, do dal. Jua, jo. Kasemi? Dal. Të prekim, të sinjën, të zem, udhën e marë, të sinjallim. Qanë fare, me gjithë se i duket lapsi me rënë se kazme e pushka. Ja nga këta njerëz do dalin teknikë dhe inxhinier të arts. Atëre do ta kemi më lehtë për të ndërtuar. Dhe vitet e para do t'i kujtojmë me mallë nostalgji. Të shkruajmë gjuhën tonë, kombinën të ndriçojmë dhe jo, gjithë çështje e ka qenë nga dalë ka mësoj. Shumë e bardhë kjo ditë. Të gjithë artë do na sjellin një
dritë që se kishim të parë. Kjo dritë do na bjerë të gjitha mirësitë. Dhe gjithë do të krerë temet e marrëdhënies. Ti je njeriu më i mirë që kam njohur, Stavri. Jam krenare për ty. Jam krenare. Natën e mirë. Kote kini. Në kënetë është një bua lugurzi, që kur mbajt mënd kjo bot, a jeton këtu mes ujit e lucës, nuk hiken ai nga strofulla e ti. Ky është mallkim nga Zoti. E me gjitha të ne do të thajmë, Gjaxho. Si thoni shok, do të thajmë! Në fillim edhe ne kështu mendonim, shoku Stavri, po tani... Ju kërkoni të lini punën. Po kush do të punojnë në vendin tuaj? Punëtorët tjerë vinë me 15 muajt. Ne jemi të varfër, dhe nuk do të sapi të marrim punëtor me mëditje. Pa mendoni pak, mor shok. A thahet këneta, po t'ikim gjithë kështu si ju. Kurrë në kurrës. Përsëri do na përmbyten tokat. Përsëri do na çaj mushkonja. Po janë të kohrat, more Stavri. Ky shina i ka rëzuar të gjitha për dhe. Pa përqendruar qëndronim se edhe 5 ditë janë shkletat. Po skormi çdo të hamë. Urrov do të hamë. Përsa i përket grurit që ju ka mbetur nari, ju keni të drejtë. Por ne qysonte do dërgojmë njerëz nëpër fshatrat tuaja. Do mirëmi vesh me këshillat popullore, me partinë, me rinin që t'u akorin grurit t'u afusin nëpër ambar. E ke mëngeti, shoku Stavri. Tokë nuk ke, halle nuk ke. Njeri në shtëpi nuk t'i qanë. Ore Muço, a nuk e thua këtë nga që e lodhur shumë? Jam lodhur apo si? E po s'thajt këneta me thonjë. Po luftën. Nuk e fillua me një defekt? Edhe sot luft është. Luft për bukën e gojës. Luft për jetën e re. Dhe do ta fitojmë. Nëse ju jeni vullnetar, edhe mund t'ikni. Por e di si i thon kësaj ama? Kësaj i thon të lesh shokët në balt dhe të gëzosh borgjezët. Mbaj e gojë Stavri. Borgjez në i mbysim kanal si krimrat. Shoko Stavri! Shoko Stavri, fatkeqësi! Ujërat kanë qarë digën. Po njerëzit shpëtuan! Njerëzit shpëtuan, po ujërat kanë rrezik të thujnë ulen. Po ti ku shkon? Shtëpi, baba. A të regoj unë shpinë ty. Po ju shprisni. Jeni mësuar të punoni me të vjetrën, por e vjetra perëndoi. Kuptuat? Perëndoi një herë për gjithmonë. Shoku sekretar. Ura!
Duhet ishtë ndërtuar për para një muaj, kurse juve për i kalbi punëtorët, nuj! Më të qoni ju lutem, nuk kam faj unë, më kanë munguar gurët. Gurët, po si? Dinamitin e përdorët të gjithë për qalën e shkëndi. A përse i një inxiner, a? Përse i një inxiner gjallë t'i marë, përse? Që skatroni! Hajde. Nuk punon! Lere se më vjen të pëlcash. 300 pat! Jesh blokuar karreli. Puh! Në uj, shok! Ti presi mobi në ujt! Urdhë. Vini në funksionim motopompën dhe nxini ujtë të paradigës. Si urdhoni, inxhinier. Armik po na sulmojnë nga të katër anë, zonë. Tinka nuk do qaj kur po t'ishte mbaruar me kopë. Edhe të mbori në rresileve. Nuk ka faj mborja, po sharra. A i në i sjellë gjitha këto pengesa. Mborja është njëri ndershëm dhe i palodhën punë. Po them të drejtën ka të duhet mos kem besim as tek njeri as tek tjetri. Duhet ndarë shapi nga sheqeri. Ti je zëmëruar dhe zëmërimi nuk let gjikosh drejt. Vetë na ke mësuar të jemi të duruar në punën me njerëzit. Ndërsa me mborje nuk veprove kështu. Unë për teve dorën zjatë. Ashtu mendon ti? Do bësh mirë t'i shkosh në shtëpi. Po për dinamitin që bërë? Mran këmbët zjetë gjëkundi. Pa dinamit e kemi të vështirë. Nuk qahet kanal. Po vjen vjeshta, shirat, do na marr lumi. Këtë drejt e son, këtë drejt. Shokumborja. Kush është? Jam unë Stavri. Po flini? Mirë mbrëma. Mra rruga këtej tash kthejmë njerë. Urdhroni. E marrë me mend përse keni ardhur. Ju i tha të gjitha që kishit për thënë. Ta shtisu ngelet gjë tjetër vetëm të ngrini trikëmshin e të mbarni. Ta marim shtruar shokumborja. Njeriu kur nxehet e humbet gjykimin. Unë mendjen e kam në vend, kurse ju e humbët gjykimin. Zuat më qunit mua sabotator. Nuk e tha njeri sabotator. Është vërtet ju fole rënd dhe për këtë ju kërkoj ndjes.
Unë nuk jam komunist. Por edhe unë kam një ideal. Ti shërbej popullit. Një ideal kemi të dy shokumborja. Ju veni inxhinier dhe i kuptoni shumë mirë shpa ndodh nga ndjerë. A keni menduar në se kush ne i bën gjithë dëme? Njerëzit e pandërgjeshëm. Po kush janë ata? Unë? Ju gaboni kur mendoni keq për veten. Komunistët ju çmojnë dhe vënë dorën zjarr për juve. Unë ju pyeta seriozisht. Në pas sabotatorë ata do ta gjejnë vendin që meritojnë. Patjetër. Por na ndihmoni që t'i gjejmë sa më parë. Mendoni për idealin ton për bashkët, shokumborja. Natën e mirë. Natën e mirë. Është e qartë, shok. Krahas vështirësive të natyrshme të ndërtimit, këtu fshihet edhe një dorë që saboton. Ndryshe, nuk mund të shpjegohen rrëzimi i barakave, mungesa e ujit pishëm. Dhe veçanërisht, ky shkëmb i papritur. Arsyetimet tjera shara mua nuk më mbushin mendjen, shoku zëvendësministër. Po, kjo është një dinakrie hollë. Ata kanë menduar se shkëmbi nuk do të hapet masi mungojnë mjetet. Unë kam dyshuar që kurozon për çështjen e ujit. S'ka asnjë dyshim. Drejtori saboton. Dhe jo vetëm drejtori. Po tashtish duhet bëjmë shok. Unë mendoj se po të rifillojmë hapjen e kanalit sipas projektit të parë, do të ishte tepër vonë sepse do na zinte dimri. Prandaj shoku Stavri duhet të çajmë shkëmbin me çdo mjet. Në mos me dinamit, me gjyle. E mira do të ishte të na sillin një drejtor tjetër, shoku zëvendësministër. Ku ta gjejmë? Një grup specialistësh janë në tërë Shqipërinë. Por një drejtor i mirë mund të gjendet edhe midis jush. Mendoni dhe propozoni. Mund ta gjejmë. E përsa i përket çështjeve të tjera, do të krijojmë një komision të posaçëm nga qendra. Në luftë e shikoni marmikun e kishin përpara syve. Kurse këtu e mshihet mbas sekreteve të ndërtimit. Duhet të studioni që t'i njihni këto sekrete shoku Stavri. Sidoqoftë, ju duhet të tregoheshit më vigjilent. Kjo është e drejtë. Pra 3 çështje duhet keni parasysh. Armikun, çarrin e shkëmbit dhe ndërtimin e urrës në afatin e caktuar. Dhe për t'ia mbyllur armikut çdo të çarr, është e nevojshme të organizojmë vullnetarët, si në kohën e luftës. Brigade parë, 750 veta. Brigada Dalip Kamberi, 1600. Sektori kanalit, 3000. Kurorja, 3000. Rina? Kur pas ka ardhur? Kam kohë këtu. Përse s'm ke lajmëruar? Nuk desha të të shqetësoj. Ku punon? Në Knet. Je mirë atje? Shumë mirë. Sa ditë e bukur është sot. Çdo gjë është e bukur këtu. Rina! E pas ka marrë malli bandilin. Mbas 10 minuta shkthehem. Që ka zëmbelaja me këtë njeri? Si shkon? Mirë, punoj. Në Knet, e? Në Knet.
Këtu paska dhe qarprinj. Ku je futur kështu rinë? Këtu është bukur. Çdo gjë është e bukur. Përveç rasteve kur harrojmë se jemi njerëz. Kur do të kthehesh në shtëpi? Kur thatë Kneta? Je në vete? Unë nuk të lë më të rish këtu. Ne të dy kuptojmë të ndryshe. Unë dua të bëj diçka, qoftë edhe të vogël. Ti këtë e quan çmenduri. Unë për ty do të jem gjithmonë një grua çmendur. Ku shkon? Në shtëpi. Kthem tek shoqet. Rina! 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 Gati! 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 Ja dhe shkemi po e qajmë. Ta shtim duket se kënet zjerdi fundi, apo jo? Sigurisht, sigurisht. Me lumë të ati që kujtua për gjyllet. Fillojmë. Haj shpejt! Shpejtoni! Fillojmë. Gati. Jebi. Nuk në mbetë gjë tjetër se të qajmë digën. Digën? Po e sektori mborjes. Pikërisht. Në asë një mënyrë nuk mund të pranoj. Menon në për kokën, inxhinier. Jemi para inaugurimit, e po ndodhe gjë plumbi na pret si mu dhe ju. Kjo është marrëzi. Dëgjoni, zotin Borja. Unë me ju nuk deshe të përdor të drejtën time si drejtor, por nesër do të bëj edhe këta. Që në bërë, Abdi? A i do të në marrë me qafë? Zotin Borja, në rast se pa dashur i kam fyer, ju lutëm të më falni, por kuptomni. Jam shumë i shqetësuar. Na është besuar vepra më rëndësishme nacionale dhe... Ashtu është. Por atë që propozuat ju, nuk mund të bënd as tekniku me i thjesht. Në rregull? Në rast se ju si përgjegjësi dhe specialisti kryesor për urën jeni kaq i sigurt, unë heq dorë për propozimit tim. Natën e mirë. Natën e mirë. Plak matu. S'kemi që bëjmë. Duhet heqim dorë, për ndryshe do bënim gabim fatal. Zyrak, lemro pulsi. Shoku Stavri. Çfarë ka ndodhur, inxhinier? Duhet bisedojmë ju. Urdhroni. Janë këto që më shkruan Abdiu. Çdo të thotë kjo duhet të heqim dorë. Këneta nuk duhet të thajt. Karta e fundit na u doqë, zoti Fulc. Karta e fundit nuk është djegur. Ja. Janë mina të fuqishme dhe me sahat. U thuaj djemve të veprojnë shpejt dhe me guxim. Koha nuk pret. Si urdhron.
Zëra Kaminga, me emër të popullit jeni arrestuar. Shokumborja. Shokumborja. Kjo nuk lejohet. Kjo është dhun. Kjo është diktatura e proletariatit. Përse u vini kryq? Ata janë gjallë? Sepse një kryq I tillë do të vihet së shpejti edhe mbi varr. Qofshi të bekuar. Shqipërinë e kisha këtu. Kurse dashti. Jemi lidhur me kantierin e madh. Po fillon festa e madhe popullore. Këneta e mallkuar u tha. E merr fjalën sekretari I partisë për kantierin e kënetës, shoku Stavri Lara. Shok, ne mbaruam një vepër të madhe, shumë të madhe. 9 muaj rjesht derdhëm djers, derdhëm edhe gjak. Por me vullnetin ton të qenikt, ne bëm atë që se bën dot borgjezët për një qerek shekulli. Ne I hapëm shtekun kënetës, dhe në për këtë shtek do të rrjedhin ujrat e fjetura, dhe së bashku me to edhe varfëria, edhe sëmundjet, edhe arbit të përmes. Ne dolëm fitimtar, se na dha krah partia jonë e dashur, partia komuniste!